Në ditën botërore të riciklimit, Behar Ferizi, drejtori i Kompanisë Regionale të Mbeturinave Çabrati, tha se ndërmarrja që ai menaxhon është vetëm një kompani publike, e cila bën ndarje në mbeturinave të riciklueshme. Edhe kompania jonë, domethënë me këtë datë, i bëjmë disa aktivitete, për shembull kemi riciklimin për mbetjet që i mbledhim prej qenë të riciklueshme, që është kartoni, letra edhe nailoni për momentin që e bën kompania jonë. Edhe njerëjt është edhe vetëm një kompani publike e cila bën ndarjen bërim të mbeturinave të riciklueshme. Na kemi stacionin transfer dhe domethënë kemi edhe pikën atje ku gjitha mbetjet e riciklueshme domethënë paketohen, bëhen çithojnë si tuba ose balla, për më tutje më mbyll qarkuria ekonomike dhe dalin në shitje, kështu me tender të hapur. Procesi i riciklimit të mbeturinave duhet të jetë prioritet i shumë profesionistëve si një problem global i përgjithshëm. Edhe pse aktualisht qëndrojnë mirë në riciklim, situata mund të ndryshojë në vitet e ardhshme, ka shtuar drejtori Ferizi. Është një breng që është pak më madhe për gjithë banorët e Kosovës, edhe të rajonit në përgjithësi, kështu që sipas një mati që ka bërë Eurostat, vetëm Kroacia pi Ballkanit Perëndimor ka diku në afër 5-6% reciklimin, që i kalon edhe normën Unionit Evropian. Serbia ka 1%, Mali Zi që ashtu 1%, Kosova, Shqipëria s'kan hiç. Domethënë kjo është një brengë e madhe për të ardhmen ose për qëndrueshmërinë e planetit tonë, domethënë duhet më bëhet riciklimi për më dash mos më ndodh natyra, mos më kriju çto që na krijohen zjarre, për krijohen, domethënë lumejt për dalin mbi shtrateve, që ajo është këtë si pasojë e mos riciklimit të mbeturinave. Dita botërore e riciklimit ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin e popullit në ruajtjen dhe mbrojtjen e planetit.